Shumë vajza zgjedhin që të bëjnë nxjerrje artificiale me solarium. A është ai rrezikshëm? Shumë i rrezikshëm. Një pyetje shumë e bukur. Ne dermatologët e kemi vënë emrin kështu, të blesh melanomën me para. Do me thënë, personat që bëjnë solar janë persona që i shtojnë vetes riskun për të bërë melanoma. Pasi solarët në vetvete janë krijuar, janë lampa të cilët emitojnë rrezatin UVA dhe UVB. Janë krijuar si terapi mjekësore. Pra edhe ne e përdorim në dermatologji për të shëruar ose për të ndihmuar përmirësimin e disa sëmundjeve, për shembull vitiligo trajtohet shumë mirë me, nuk është solar, si solari që njihet në gjuhën e madhe, por është fototerapia, pra është dritë për të shëruar, për të trajtuar. Dhe këto fototerapi bëhen me një protokoll shumë rigoroz dhe kjo energji emetohet dhe pastaj shpërndahet në lëkurën e pacientit për të vepruar dhe për të ndihmuar në shërimin e sëmundjeve. Çfarë është bërë pastaj, se çdo gjë në fillim është përdorur si terapi, pastaj është përdorur për biznes dhe për të fituar para. Janë krijuar solarët që janë e njëjta gjë, por forca, fuqia dhe kozgjatja e këtij lloji burimi, rrezatimi, që është sërish UVA dhe UVB, është shumë më fuqishme, është për kohë më të gjatë dhe është ngacmim i drejt për drejt i qelizave të lëkurës sonë. Nga solarët, unë kam parë persona që janë ndjekur në të gjithë trupin, janë ndjekur në grada të ndryshme, por në kongreset tona të Akademisë Europiane të Dermatologjisë, ne kemi parë dhe raste që njerëzit janë ndjekur në shkallë të tretë. Pra është krijuar një djegje si të futesh në një furrë. Se është harruar pacienti, nuk ka patur mundësinë të lëvizë ose të dalë dhe ka ndodhur këto gjëra. Por këto janë gjërat më të rralla. Ndërsa shkaku i melanomës ose formimi i melanomës është i studiuar dhe i mirë studiuar nga rrezatimi me anë të solarëve dhe në disa shtete të botës është hequr përdorimi me ligj. Pra nuk lejohet të përdoren solarët sepse në periudhën para 30-20 vjetësh kur ato dolen dhe u përdorën në masë, u pa një shtim i jashtëzakonshëm i rasteve me melanoma në mosha të reja që nuk figuronte të ishte në statistikat e mëparshme të dermatologjisë botërore. Kështu që në disa vende është ndaluar me ligj përdorimi i tyre.